E gjbete. O Dior. Ore Tego, ku je re Tego peshka qeni, ku je? Si të kam ore Tego, si je? Përshëndetje. U afrim. Qa bënë ore Tego? Mirje. Blerim, përshëndetje. Ako, përshëndetje. O Toni, mirë si jeti. Toni, tjetër respekte. Frima i si nga sa punit. Gjani sekund. Ju e dini shumë mirë, më ka sharp ka kërkuar falje, e ka TikTok-un për sapet e veta, për llogarit e veta, po qa gjera ti themi ashtu si që janë, nuk zgjidhen gjerat me shtet, edhe për mendimin tim, në qoftë se i dërgon dikujt shtetin te shtëpia se nuk e hap dot me mënyra tjera, është dobësi edhe pa beslak. Mua mi kanë sjell vetë te shtëpia dhe di shumë mirë se çfarë do thot, por nuk është zgjidhje. Është dobësi që ti dërgosh dikujt shtetin te shtëpia se nuk e ha dot ball për ball. Ky është mendimi im personal, i pa lidhur për asnjë lloj personi, i pa ndikuar në asnjë lloj robi. Është diçka e ulët. Ky është mendimi im, transparent. Ona qeta, nuk i dal krahas kujt, nuk dua t'ja di për askënd, as për të parin, as për të dytin, as për personin A, as për personin B, por dërgimi i shtetit te shtëpia që të ndalohesh, të arrestohesh apo qysh apo tek, për mendimin tim, është i gabuar. Nuk është zgjidhje. Kaq. Po është e vërtet. S'është e vërtet. Prap vazhdon programi. Ka gabuar me mua, e ka thënë ai edhe në publik, e ka thënë disa herë që kundra me e ka gabuar, nuk kam dashur t'i jap ze. Gjërat kuptohen, janë shumë qarta që ka gabuar, edhe në live-in e fundit kërkoj prap falje, por kjo nuk do të thotë që mund të hyjmë në live, ama çdo person që sjell shtetin te shtëpia normalisht nuk bën mirë, kushdo qoftë ai. Unë e marr dhe them edhe nga pjesa mi sjellën edhe mua, te kjo shtëpi që jam sot këtu. Mi kanë sjell edhe mua. Kështu që o bora restorant brunch, suksese në punën të restoranti, të sugjeroj të shikosh Trip Advisor, të sugjeroj Google Maps të kesh një faqe të mirë, jo vetëm faqen e TikTokut. Sinqerisht, çdo person që shan këtu familjen e dikujt, normalisht që është gabim, ama ti çosh dikujt policin te dera e shtëpis, që ti thuej shtëpin, për mendimin tim nuk është e drejtë. Në qoftë se ka ndodhur me të vërtet. Në qoftë se nuk ka ndodhur dhe janë filma, mbar t'ua bëj filmave. Mbar t'ua bëj. Në momentin që dikush të shan, ose hapi krahun, konsideroje një person me meta mendore, gjë që unë kam bërë në TikTok, i kam cilësuar me meta mendore, ose kape, edhe futi dy plemba. Pra, këto dy rrugë janë. Po, kjo pjesa e shtetit pastaj nuk është shoqë shahen shqiptarët palidi. O Mehmet Vresta, o afro. Ky është mendimi im. Unë, për vetën time, jam pozicionuar persona që më kanë sharë, i kam cilësuar si persona pa kapacitet mendor, normalisht kanë nga ta që janë të puna dhe duhet CSI që CSI të rrisin audiencën dhe punën e tyre, kanë nga ta që unë se kam pas kur me të futa e skujt o spanjoll. Unë nuk e kam pas as kujt me të futur. Dhe as nuk kam bërë në asnjë lloj gjëje këtu. Unë në këtë rrjet social bëra vetëm mirë.
Dhe koha e tregoi e vërtetoi që si rash më qaf kujt dhe absolutisht nuk më ka dalë emri askund për keq. Me faktore, jo lapangjozët që kanë dalë këtu edhe kanë folur. Lapangjozët këtu kanë dalë e kanë folur kot për numrat TikToku, për këta numrat këtu. Dhe si janë munduar të më ulin gjatë gjithë kohës. Nuk kanë pasur kur nuk kanë pasur kur qëllime me të keq këtu në këtë rrjet social. Zero. Kam 3 muaj u shkëputa fare. Berda prap me iden të rina njërë në dark. Me këtë ide jam tani. O Renato, o balist. Kur persona nuk kanë dërguar lekët, do të mi ke dërguar ti për familjet në nevoj. O spanjoll, ti kam dërguar sepse di shumë mirë që të tjerët nuk i dërgonin. Dhe për mos i paguar ti nga xhepi, ti kam dërguar ty se e dia shumë mirë që ata të tjerët që flisnin këtu nuk ti dërgonin. Po nuk i kam dhënë zë këtyre gjërave. I kam lënë si gjeste të vogla, hajde, s'ka gjë. Pse nuk e di unë? Të tjerët kanë thënë këtu çoja se ti nisun lekët e s'ti kanë çuar. Dhe kam qenuar që ti kam çuar lekët sepse dia shumë mirë që nuk ti çonin tjerët. Po nuk kanë folur se janë gjëra të vogla, janë gjëra që si vlen të flas. I kam së mësët akoma. Po s'kam dashur fare, kam thënë varja, hajde, s'ka gjë, 200, 300, 100, 500. Ec. Kjo është. Po gjithsesi, koha këtu do i tregoj të gjithare. Dhe nuk më vjen me ata persona që më kanë sharë dhe më kanë ofenduar. Pse më shanë dhe më ofenduan? Më tepër, më vjen keq nga ata persona, do t'ja shoj babales, 1 minutë. Më vjen keq më tepër nga ata persona që pa dashje u gënjyen dhe i besuan. Më vjen keq në ajo pjesë që unë e konsideroja shoqëri virtuale këtu në këtë rrjet social, i besuan. Madje pati dhe nga ata, kur për shembull, marrim shembull, Mojsiu më shanë dhe mua, vinin i hitnin Luana dhe TikToka. Shoqëria ime are. Shoqëri internet. Pse? Sepse Mojsiu kishte 2000 veta. Aty treguan që nuk ishin as shoqëri, as çunat mirë. Se njeriu aty duket në veprimet dhe në gjestet që bën, ato të plotësojnë karakteristikën. Dhe pati dhe nga ata që dëgjuan llafet edhe dallaveret e njerëzve nga më të rëndomtët dhe i besuan kundrejt meje që nuk ka marrë as kaq, as nga GoFondi, as nga TikToku, as kaq nuk ka marrë. As kaq. Por e patën, si, sepse menduan se unë do e beja TikTokun punë. Po punë e keni ju, se ju jeni prostituta. Unë nuk jam prostitut. Prostituta dini ju, që bëni lloj dallaveri dhe e rini 24 orë non stop. Ju jeni prostitutat. Normalisht, është e qartë. Ju që keni bërë intrigat, dhe ju që keni bërë dallaveret, dhe ju që keni folur me njëri tjetrin, duke qenë videot e mia dhe emri im, normalisht jeni prostituta. Normalisht jeni njerëz të ulët. Normalisht jeni si punë e Leos, që do motrën ta fusin në punë, po nuk ka punë. Leo, s'ka, janë zënë vendet. Më vjen keq. Hidhu. Dhe ky ishte realiteti, dhe ky ishte fakti, se unë nuk di që tu kem përmendur emrin kujt në për mesazhe i për X-in,
apo për Ypsilonin. Nuk di, të kem përgojuar ndo njëri në për private, apo quar mesaje, Mojsiuta, Babalesa, Aleksita, tjetrita. Nuk di. Kur më shante mua Mojsiu, juve u vinte e mirë. Dhe kur thoja unë që ore, po ja ke put, kot, jo re, juve u vinte e mirë, po kënaqeshit ju, po argëtoheshit. Edhe unë, kur ndodhje njëjta gjë me ju, pash, bëra se hirë. Pash, ore, bëra se hirë. Si unë djetë ju? Tani që ushat, a u erdi mirë? Mua nuk më vjen mirë që ju po shajeni apo ushat. Por, për deri sa ju, edhe e shtytët, edhe i hodhët, kredit, që a i mos të ndalonte, tani mortat të që u takon. Kështu që mos të vitharët, edhe mos pyesni çpati, u dha të që u takon se pa shumë mirë. Qa ishit? Edhe tha, tu a jap. Edhe u a dha, e keni paguar vetë. Sepse qeshet, dhe ju këthye bumerang, u erdi në fytyrë. Luft pra luft. Këtu bëhet luft për numra. O Alma, këtu bëhet luft për audiencë. Dhe audienca të dashur, ju që më shikoni dhe më ndiqni, është lek. Nuk janë numra thjesht. Janë mundësi për të krijuar të ardhura për të paguar qiranë e shtëpisë. Qa nuk po kuptoni? Prostitutat dalin tek xhami, vishen me tanga, kush me tangat nga më të kuqet dhe më të ndryshme dhe më të ngushtat, që të dalin në dukje hijet femërore. Këtu nuk kanë se si veshin tanga. Dhe është kjo mënyra tjetër. Intriga, mashtrimi, pabesliku, këto manovrat. Kjo është. Këtu janë prostitutat të rafinuara. Nuk janë këtu prostitutat do si do. Këtu janë prostituta të veshura me pamjen e burrit. Të burrit që rrej gjoksin, të burrit të normave, të burrit me karakter, me sedër, e tjera. Ky është realiteti. Dhe madje kur ka pasur njerëz këtu që duhet i kishin lënë rehat, u janë gjitur si muti pas këpucës që të mos t'i lënë rehat. Dhe janë munduar t'i bëjnë të gjithë një lloj dhe t'i karakterizojnë të gjithë një lloj. Po si ore të gjithë një lloj? Po si një lloj dash shehi me lul bashën. Dash shehi nuk ka lek të piraki, lul basha vodhi miliona euro. Si që nga një lloj? Se nuk shkon. Su thoj do t'ini një lloj. Luli vodhi, dash shehi, detja e sa, detja ato rogën e miru pafshin. Si që nga një lloj ore. Si që nga një lloj ajo që punon të semafori lagjes me Mia Khalifën që ka parë tër botare. O Mia Khalifat, rini, se dim shumë mirë se qa ini, ua the mu në hapur. Ua the mu në hapur, se qa ini ju. Ju ini Mia Khalifa, versioni burr në TikTok. Kaq, as më pak, edhe as më shumë. O Mitroviciali, a mos jeti ai që hyre tek live-i edhe the që do pagoja të faturën e ambulancës? E mbani mend ju? A mos je ai djali nga Kosova?
Qa punë e bëndi? Qa punë e bën? Se mos nga të roj. Ajo, të në Gjermania është tjetër. Okej, në regu. Jo, thash mos ishte e se. Na, jo me ndodha. Ku është babalja? Pa thojni pak babaljes t'i abit që kërkesat. Ha, mërë quna. Ka beri, po qa, po më intereson, ma nuk më intereson fare se qa bëjnë këta këtu, valla. Unë për vete time jam Terezire. Unë për veten time jam në Terezi, as nuk, në regu, s'ka problem. As nuk duhet e di fare, po thjesht, kam parë disa situata që s'më ka ardhur mirë edhe kaq, jap edhe mendimin tim. Jap edhe mendimin, qa ndodhi me Mojsiun, nuk e di, kur ty i live Mojsiu, ta shikom qa ndodhur me Mojsiun, kaq s'kam versioni 4K, atë po. A i babalja do t'i hapja do kërkesat apo jo ajo shok. Me kë është babalja ola. Na është bërë si i dirmeta i keq fare ka mbyllu kërkesat ai. Oriku Tafës. Valket. Profesori e shikon veten në TikTok Oriku Tafës. Si dikush që nuk ja ha fare për asnjë nga këta TikTokut në aspektin për të bërë lojra në TikTok, intriga në TikTok, lek në TikTok, e dallavere në TikTok. O Malboro, mos haxhot kanë vëlla. Kështu e shikoj veten. E kupton, nuk ma kanë ndjerë që në fillim ore, as të rria, me asnjërin nga këta ore. Ore u lutën ata ore. Ri, se e dini se do rria unë, do visha unë në listë. Klevio, Aleksi, Semi, Leshi, Preshi, XY. Hajde, baba, hajde. Oriku Tafës, po ti do të më falenderosh mua njerë, se po mos kisha qenë unë këtu, zdo kisha qenë as ti të zoj shemri. E kupton, ore? Hajde, Oriku Tafës, hajde. Hap kërkesat, po mirë, t'ja hapun kërkesat, nuk i hap do të kërkesat a i Lirmeta? Hajde se i hapa unë. Po mirë s'ma të rgon do ti mu? Hore vlla, i ketë mbyllura kërkesat. Po jo më shok. I ketë mbyllura, o vlla. Pritova, një sekundë, si pas ka të mbyllur, priti shof. Se e Tani tjetë rregullin e TikTokut o babale, kur unë kam 800 veta, duhet ma qosh ti, jo unë ty. Ore, ketë mbyllura o shok, si ta qoj O mbyllura. zoti Meta, kur unë kam 81 deputet, dhe ti ke 32 deputet, duhet ma qosh ti live-in mua, e kupton? Zime 1000 veta, e zhe një, ti duhet të vesë zoti Meta. Ore vlla, duhet ma qosh ti live-in mua, po tem edhe njërë tjetër, po të flas Shqipër, qas më kupton ti ore? Ore ti, je mirë ti apo jo? Ore jam shumë mirë. Ore ti, zoti... Ore jam shumë mirë, olla. Sa i shkon këti do, la, zoti kush? Tani, ape se po më shojnë live-in njerëzit se duat rri 5 minuta me ty dhe do iki. Ku do vesh apo? O do iki nuk rrit dot, se kam 800 veta së rrit dot. Se si më duket. Qa thu ti? Po, A se si groshe? më duket. O Armando, o quna. O Riku Tafës, do t'i mbaj hapur, se më do Riku Tafës. Pandeli Majko. Kujti me gjusi. Hare, ju interneti të për i komodë që jodha, se për marrë veshën. He? Ti ku interneti ty? Jo, re vlla. Po mire, pësë ma kape gata galerin ti më të, se së të kuptova. Qa galerije? A dhe ati e, 250 euro. 250 dolar. Qa re vlla? Galerinë ati, pëse kape? Galerinë e kujtë vlla. Time. O në nejmë. Po që mu ka më në galerinë tende vlla? Po pëse mos ta kape, qa kjeti vlla, se së të kuptoj jo. Ta kërkova unë vlla, tash kape, se du unë që ta kapsh. Ore po, nuk bet ashtu, ore papale, ore ke ngatruar person, o vlla. Po pse të ngatruar valla, unë tash kap që galerinë vlla, se s'kam njëri tash, dhe kap galerinë. Ku është problemi? Ore po ta them edhe një tjetër, ke ngatruar person, o vlla. O zotri, kape, ti jap lekët kesh o shok, qa ke e buridet? Kape të kap marrë 3% që.
Po qa po thoj, o babale? Që që po them? Dilë nga live dhe hajde kap galerinë, 10.000, 25.000 pikë. Ore vëlla, miri lirë meta. Po ti do të pesë si Rama tani e shoh. Po s'po të vejnë gjë, po profesor. Ore kupton qa po bendi apo jo? S'po të vejnë gjë, po profesor. Ne më kem gatë rënd mua një, s'po e marr vesh vëlla. Ore, profesor, jemi Për këtë vetojmë do përmes në një emër që nuk do të vi mirë. përmende. Po s'ma të rënd me të botin mua tjere. Me ke? Me ata që vjen tas po i thit tek ta që bënë. Që qa tipi që jeshtë me rap shpije, o vla. O vlla, mos, o vlla. E zoti ma të zje ma bedi në rap shpije. Ore rri, o babale se po më gatë rënd, o vlla. E adhi madhe. Po më gatë rënd me, e kupton vetë. Më gatë rënd me Mojsi, me atë. Qa e kishtë ai Mojsiu po presidenti, se mos tonë këta Mojsiu Amerikës. Mojsiu presidenti, Alfred Mojsiu. Më gatë rënd me Alfredi mua tjere. Të ngatroj me koqët e volën. Po rrire babale të kam la, rrije për kokë të ende, o babale. Kur dalësh në tua dhe kapë që galerinë. Po shpërndani live-in doj atyre la, share live-in ju, o quna. Po tota, po jore ku kam dalë zë. Share live-in e share, mi se më rrizin. Respekt shumë dhe ju. Duzi, wow, kush më ka ardhur në live. Po. Të ka ardhur nusja. Ore, sponde për 5 veta njërë. Ore, jo sponde, po, atë s'ka një telefon tjetër. E, veç ka të muzikën me Klebios, be. Po shok, do më kapë që i galerinë e plak? Po, veç ka të muzikën me Klebios. Nuk e vetë do të se nuk jam me disk, nuk jam me kështu. E, are, vere, qik, vere, se veti bu duhe që. Buza ku jeti se mori mali. Jo atë, jo. Ke. Ata e që thotë unë talkari me ju o kara. Unë talkari me ju o kara. Vazhdojnë. Po nuk e kam po dhe më zot, se s'kam internet o zot. Re babale. Po ta që që kënohë me kem morë ti mu. Mos më gatrove gje me klevje mu, ti këngëtar duke mund. Ha? Se ish mendje unë. Bleni. Ere profesor t'i zgjidhe internet o për kokë të